Si musliman e kemi obligim të kemi mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. A nën kupton kjo se me automatizëm duhet të kemi mendim të mirë edhe për krijeset e Allahut, për shembull njerëzit. Këtë pyetje të cilën do thotë e ka parashtruar do thotë ki vllai joni, inshallah Allahu dhu xhelal e shpërblen, është munduar në ta me bën një komparacion do thotë mes asaj të mirës edhe duke e i lidh do thotë gjonat se Allahu dhu xhelal në vetë është e mirë. Edhe çka ka kriju Allahu xhelal, çdo gjë është e mirë, edhe me pas do thotë mendim të mirë për Allahun edhe për krijesat e tij na është obligim. Është obligim për atë arsye se një prej pjesëve të besimit të ehli sunetit që është husnul dhan. Me pas mendim të mirë për besimtarët, edhe me pas do thotë mendim të mirë do thotë për krijesat e Allahut xhelal. Por çka muslimani do thotë duhet të mos i qel. Për atë arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadithin e tij e ka thonë la yuldagul mu'minu min jufril marratayn. Do thotë besimtari nuk kafshohet prej gropës atina zhapinit apo është një kafshë ka jeton do thotë në shkretinë nëse mund me përkthim me fjalën akrep dy herë. Po mund të më kafshoj një herë, po masanej për s'dyti do thotë sa herë kur ka përsen aty pari do thotë është syçel edhe do thotë nuk kafshohet do thotë prej asaj kafshësh prej të njëjtit vend. Ashtu që muslimani do thotë duhet me pas mendim të mirë për besimtarët edhe për njerëzit në përgjithësi, por do thotë duhet më konë siçel që nëse dikush një herë mashtron për s'dyti mos me leju që me mashtru apo me fut në kurth apo me fut në grac, për atë arsye se jemi në ahir zaman ka dhe një herë do thotë edhe besimtarët po bëjnë gabime e mos folmi për pa besimtarët duke mundu do thotë që me hile apo me mashtrime apo me gjana do thotë me i mashtruar do thotë besimtarët e besimtarët do thotë duhet më qenën shiqel që mos me ra prehe e provokimeve apo mendimeve të pista të cilat do thotë i bojnë dushmanët e dinit. Allah shpëlbetosh.